Në vitet 70 të shekullit të kaluar, kuvendi popullor ndryshoi emrat e fshatrave në zonën e Prespës. Pas rënies së komunizmit, banorët e komunitetit Maqedonas të zonës së Prespës vazhdimisht kanë bërë përpjekje për të kthyer toponimet maqedonasit të fshatrave. Fal negociatave të Partisë Alance Maqedonase për Integrimin Evropian, me partitë parlamentare në vitin 2013, kuvendi votoi ndryshimin e emrit të komunës Liqenës në emrin e vjetër Komuna Pustec. Po në vitin 2013, me vendim të Këshillit të Bashkisë Pustec dhe me miratimin e prefekturës së Korçës, u ndryshuan edhe emrat e fshatrave në zonën e Prespës, duke i rikthyer emrat tradicional Maqedonës. Banorët reagojnë se edhe pse kanë kaluar 8 vjet nga ndryshimi i emrave të fshatrave në Bashkinë Pustec, emrat e vjetër nuk janë ndryshuar në tabelat informuese, sinjalistikën rrugore, tabelat e institucioneve e të tjerë, dhe shumë institucione në shkresat zyrtare përdorin emrat e vjetër. I bëj thirrje institucioneve të cilat kanë lidhje me Bashkinë e Pustecit të respektojnë ligjin dhe të përdorin emrat e ndryshuar të fshatrave.